Adetaria dhe adhurimi. Adetaria dhe adhurimi u njohën rastësisht një pasdite pranvera, kur një libër i rëshkiti nga duart dhe saj dhe ai u përkull ta ngrinte, që nga ai moment zemrat e tyre u lidhen, si kur kishin pritur prej kohësh të takoheshin. Ditët kalonin me mesazhe të gjata, me takime të fsheta, me buzëqeshje të sinqerta. Adetaria e donte mënyrën. Adetaria dhe adhurimi. Adetaria dhe adhurimi u njohën rastësisht një pasdite pranvera, kur një libër i rëshkiti nga duart dhe saj dhe ai u përkull ta ngrinte, që nga ai moment zemrat e tyre u lidhen, si kur kishin pritur prej kohësh të takoheshin. Ditët kalonin me mesazhe të gjata, me takime të fsheta, me buzëqeshje të sinqerta. Adetaria e donte mënyrën, si adhurimi fliste me qetësi, ndërsa adhurimi adhuronte shpirtin e saj të pastër. Ishin si dy pjesë të një bote, që vetëm kur ishin bashk merrën një kuptim. Por me kohën rrugët e tyre nisën të ndryshonin. Adetaria ndëronte të largohej e të ndërtonte një jetë të re, ndërsa adhurimi donte të rinte aty ku ishte, mes jetës së tij të qetë. Fjalët e ëmbla filluan të bëshin heshtje, e heshtje të kthyen me largësi. Një mbrëmje të ulur në të njëjtën bank, ku ishin takuar për herë të parë. Ata e kuptuan se dashuria e tyre kishte mbetur mes ëndrave të ndryshme, e për t'qafuar njëri tjetrin fort, jo për të mos u ndar, por për t'i falënderuar ditët e bukura që kishin jetuar bashk. Dhe kështu adetaria dhe adhurimi u ndan, jo me urejtje, por me një kujtim të pastër, që do të ngrohtë zemrën, sa herë do ta kujtoni